Ja ku jemi tani në pjesën e dytë, kemi diskutuar edhe mes nesh, jashtë kamerave, por po hymë sërish në diskutim që po ndiqet nga të gjithë ju të nderuar teleshikues, i lutem regjis grafikun 3, me profesor Muqën. Profesor Muqo, projektet kryesore e kurudhorit koridorit 8 në Shqipëri, e kurudha Durrës Tiranë-Rinas, mund të mos duket si e një vijë drejt për drejt me rrugën e vjetër Egnatia, që se thua është gjurma e vjetër antike e koridorit 8, por konsiderohet një nyje multimodale, do shta juve mund të na e shpjegoni edhe për gjithë qytetarët se çfarë kupton dhe rëndësia, e kurudha Porto Palermo Durrës sërish, pra kemi edhe rrugën që është në ndërtim, por edhe projektin e kurudhës, dhe e kurudha Durrës Linë, 600 milion euro, fonde të dedikuara, mund të kemi fonde nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, nga i famshmi plan, si thuash, ose projekti i Berlinit, pra në gjykimin tuaj, këto 3 projekte kryesore kurudhore, do arrin më në fund që neve ta kemi pjesën tonë të koridorit 8 mbi 2 shina? Atëherë ta nisim nga kurudha Durrës Tiranë-Rinas, që më tepër se sa për aspektin e transportit të mallrave dhe për transportin e personave, për të qoftë aeroportin që tashmë aeroporti i Rinasit është bërë një ndër aeroportet më të frekuentuara të rajonit të Ballkanit Perëndimor, me lidhjen e Durrësit që konsiderohet një ndër qytetet, le të themi, më të rëndësishme për Shqipërinë për sa i përket turizmit, duke qenë që turizmi është një sektor strategjik për ekonominë tonë, dhe pastaj për të vijuar tek të tjerët. Le të themi e kurudha e dytë shumë e rëndësishme që lidhet edhe me atë që përmendi Genti dhe zoti Shtjefni pak më parë, është pjesa e rrugës Durrës Kurkës-Mori, pra lidhja me Kosovën, që është një strategji. Është një projekt quhet ai kurudha Kuqezi. Edhe porti i ri i Durrësit, pra investimi që e përmendëm me të drejt 390 milion të parashikuar deri tani, po që do shkojnë në disa miliard. Gjitha kjo logjik, pra zgjerimi i portit aktual të Durrësit, apo kalimi një port të ri, lidhe ngushtë me pjesën e ndërtimit të kurudhës dhe përfundimit të rrugës, sepse presupozohet që ky port duhet që të lidhet me një port të thatë në Prishtinë. Pra ideja kush është si të reduktojmë distancat, e përmendi porti i kontejnerëve, që quhet ndryshe porti i thatë. Përmendi Zefi me të drejtë që ndërtimi i rrugëve apo Genti me multiplikatorin keynesian që sa zhvillimi jep. Shumë fishimin e dobis. Rrugëve dhe i kurudhave redukton distancat në kohë. Do me thënë ju vetëm, jo domosdoshmërisht në gjatësi, është kosto në produkt. 600 milion është vetëm e kurudha Durrës Linë. Sot që ne po flasim, kur flasim për shkëmbime tregtare, është një indikator shumë interesant që vendet e Bashkimit Evropian thonë që për të transportuar një njësi produkt nga pika A në pikën B brenda Bashkimit Evropian nevojitet 6 ore 30 minuta. Ndërsa për të transportuar një produkt brenda vendeve të ceftës, do me thënë ku bën pjesë edhe Shqipëria, neve shkojnë deri në 18 orë. Dhe çfarë janë këto? Nuk është vetëm çështje distance geografike, por ka të bëjë me kostot, ka të bëjë me pjesën e, le të themi, forma e transportit, pra burokracitë e transportit që nuk kemi infrastrukturën e nevojshme dhe aspektin e barrierave që janë barriera doganore. Kështu që në thelb, në vetvete të gjitha këto tre kurudha dhe Durrës Linë që më duke ndoshta më e vështira për të bërë, edhe pse në fakt Bashkimi Evropian për koridorin 8, por jo vetëm edhe për koridorin dhe për koridorin blu, thotë që mjafton që ju të na jepni projekte konkrete dhe ne u financojmë, kështu që përfundon në Greqi, pra lidhet. Kurudha e interesit është përfundon në Greqi, edhe në Greqi. Pra jo vetëm në Linë, por e kurudha pala greke shumë kohë më përpara, që kur kam qenë në drejtori ai i ka gati fondet. Ka pasur interes të jashtëzakonshëm të lidhë e kurudhën me pjesën se jepte para Brukseli, e ka thënë edhe ish zëvendës ministri i integrimit, na jepni para me bollok sa që në 2006. Lidh edhe 2 porte, lidh Durrësin me Selanikun. Në a priori edhe në aspektin e mallrave nëpërmjet e kurudhës, përveç njerëzve. Pra qoftë Greqia, që Shqipëria ka, domethënë ka interesin që në momentin që këto kurudha lidhen, që përmendi Geni me të drejtë, është pjesa që mallrat, domethënë
edhe porti Selanikut, por jo vetëm merr një rëndësi të veçantë, po edhe porti Durrësit, nëse do jetë kompetitiv për të marrë produkte nga Durrësi për t'i çuar Maqedoninë e Veriut apo. Kjo është sfida kryesore jone. Kjo është sfida. Ta bëjmë portin e Por Durrësit. që duhet kemi parasysh janë të gjitha, do me thënë që janë të gjitha projekte, edhe Durrës Tiranë Arinas është një projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, edhe dy projektet e tjera Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion para, ashtu siç ka vënë në dispozicion edhe për hekurullat nuk kurset. Segmenteve të rrugës. Ajo që është shumë e rëndësishme është që faktikisht Shqipëria deri diku po tenton me gjitha ato problematikat që ka cilësinë, infrastrukturën, e kemi parë rrugën e Arbrit se sa ishte rritur Koso dhe akoma nuk ka përfunduar, por megjithatë ka dhe një problematikë që lidhet me vendet tona fqinje. Konkretisht Maqedonia e Veriut edhe te rruga e Arbrit nuk është se po vazhdon rruga nga ana tjetër e kufirit. Ashtu siç e përmendi zoti edhe me Kosova, lidhja Kosovës me Orin dhe me Shkupin e tjerë. Praktikisht duket sikur ka një sforcë nga anë e tyre për të bërë të njëjtën gjë dhe për të reduktuar këto distancë dhe për të intensifikuar shkëmbimet. Zoti Shtetni, më intereson këndvështrimi juaj, lutem regjisë grafikun 5, dua ta pyes zotin Shtetni për sot është folur gjithë ditën në këto dy evente që thamë që u bën në Tiranë për korridorin 8. Rëndësia e këtij korridori, sidomos në këndvështrimin tuaj si sipërmarrës, ju jeni sipërmarrës prodhues dhe njëkohësisht eksportues. Rrit lidhjen tregtare Shqipëri-Ballkan deti i zi. Përmendi pak edhe zoti Beqiri kur tha që ende i kemi shumë të pakta marrëdhënie tregtare me Bullgarinë, ama potenciali është i gjithi aty. Ul kostot e transportit e përmendën të dy profesorët për eksportet tona, forcon rolin e portit të Durrësit, sidomos po të kemi përmes Erkurullës edhe një lidhje me portin në Selanik, nxit integrimin evropian përmes rrjetit rrugor paneuropian TEN-T. Janë të gjitha të mirëqenia, domethënë ju e thatë shumë bukur në pjesën e parë. Kur kemi folur përpara, ka qenë edhe një kampion i korridorit 8, ju kujtohet inxhinier Meçe, që ishte shumë entuziast. Ishte vërtet zjarë, e kishim ftuar, por ai për momentin nuk mund të jetë në emision. Unë jasë përmoja me autostradën e kombit. Ne ju kujtohet edhe debatin me të. Tani juve duket se po shikoni me dritat e plota edhe dritën në fund tunelit, pra rëndësinë reale të korridorit të 8. Aq më tepër që edhe sot gjithë ditën u fol për këtë korridor nga shumë përfaqësi të këtyre 4-5 vendeve tona të interesuar të drejt për drejta. Gjykimi juaj, janë këto dobi të menjëhershme të korridori apo duhet të presin sa të na bëjnë rrugët, sa të na ndërtohet porti i ri? Vazhdoj që ti qëndroj asaj që unë tham se specialist ma shumë se ata që janë mbledhur institucionet sot gjitha bashkë diskutojnë të mirat dhe të këqijat e mundësitë jo. Po ne japim opinionet tona që për mendimin tim unë do kisha marru, po të kisha gjonë dorë, do kisha marru rrëshen milot dhe milot hani hodit përpara. Pastaj, okej, kam fuqi, shkoj edhe andej. Po çfarë është një korridor i tillë për ne? Se për mendimin tim është një thik me dy teha. Pavarësisht se në përgjithësi çdo vepër e tillë sigurisht që sjell zhvillim. Por nëse ti nuk ke se çfarë shkarkon në atë rrugë, pra nuk ke prodhimet e tua për t'i shkarkuar në atë rrugë dhe për t'i eksportuar, ajo rrugë do t'ju shërbejë tjerëve më shumë se sa ty. Që kjo është rreziku që ne e kemi një autostradë të madhe që na e ka fal Zoti, deti, është autostradë e shtruar. Si kemi portet ashtu siç duhet i kishim, e duhet i bëjmë se s'ban. E ndoshta ishim para portet, beja e dinë se ku duhet. Aty duhet të zhvilluar fillimisht. Infrastruktura. Po infrastruktura, me gjithë portet, shërben edhe për të sjellur dhe për të dërguar. Nëse ti s'ke prodhim vendas, s'ke çfarë të dërgosh, ti do ta psosh, do marrësh tranzit. Jo tranzit, po do kthesh thjesht në konsumatorët atyre që janë më të zotë se ti. Ky është problemi i madh që ne duhet të zgjohemi që të ndihmojmë të ngrejmë, jo të ndihmojmë se të ngrehet vetaj, por të krijojmë klimën e dur biznesit vendas prodhues në të gjitha fushat, që të jemi gati kur të hapen këto dyrë, se këta janë dyrë, janë arteri, janë të mëdha, të mos na vijë vetëm gjaku i huaj nëpër ta, por të shkojë edhe i joni andej. Shumë e rëndësishme kjo. Ndalemi që ke hekurullat. I lutem, po patjetër. Pastaj ka zoti. Okej, ne duke qenë se këto vite transporti njerëzve është spostuar te gomat. Te gomat të them autobusat, furgona, makina.
Dhe them që është një trendi që tashma njerëzit pak do besojnë me hym tren. Jo nisjat, jo raret, jo... Rina si ndoshta do fliste ndryshe, 11.6 milion por unë nuk e shikoj shumë të rëndësishme për pasagjerët se sa për mallrat Hekurudhën. Por ne kemi disa projekte që sot është diskutuar në takimin rajonal atje, që janë afërsisht 600 milion euro për ta dërguar Hekurudhën në Linë. Unë nuk e di pse në Linë, edhe jo në drejtim Strugës. Në Linë është në liqen, se do kalojmë pastaj përmes liqen. Ai është kuptimi, pra që të lidhet me infrastrukturën me Maqedoninë. Po pra, në kufi, me Strugën. Janë 600 milion euro. Vetëm për studimin duhen 10-15 milion euro. Pastaj 600 milion. Edhe ndërkohë ne po e prisim faktikisht trashen e trenit me nëpërmjet korridorit. Desha ta them këtë. Ajo që po shoh në Tiranë-Durrës, 100 milion, 40 kilometra. Pjesa më e madhe parave nga Bashkimi Evropian. Janë duke shtruar... Në Hekurudha paguajnë ata. Duke shtuar çakull në trasen ekzistuese që ka shërbyer, që është stazhonuar, që është shtypur tash 30 vjet, okay? Pra gjatë i trase e gatshme. Okej, kanë ndru binar të drurit me binar betoni, kanë ndru dhe shinat. Por ajo që më shqetëson shumë atepër është. Shikoni çfarë gardhi mbrojtësi kanë bërë. Po nuk i pret as pulat, ajo rrjet tele që janë duke vanë. Kur unë shikoj që pjesë dërmuese të Hekurudhave jashtë. Shumë e drejtë, domethënë shqetësimi për sigurinë. Ajo do të ishte minimalisht, do të ishte me 2 linja, sepse është teke dhe është më thjesht fare. Dhe nuk ka shpejtësinë e dur. Ajo mbrojtje që janë duke bërë është siguria duhet të zbën. Sigurinë e kemi numër 1 këtu. Sepse, okej, traseja, hajde, po i shtojmë qakull, po i vem trase, po i vem binarët e betonit, po vem edhe shtytat elektrike se do vend ato, se është elektrike. As pa diskutim është 100% elektrike. Por mbrojtje që jem duke pa, them sinqerisht nuk e di se çfarë kostush për kilometër ka në krahasim me vendet e tjera, që ta shikoj se çfarë po bëjmë në realisht. Se njëta gjë do jetë edhe drejt linit. Ne e kishim Hekurudhën. Unë kam kaluar gjithë rinin tim me luaj sport. Gjithmonë shkonim Pogradec, shkonim deri në Pogradec për Korçë, shkonim me tren. Kemi punu dhe në Hekurudha, kemi kontribuar vetë, kështu që kanë qenë lokomotiva dhe trenat tonë, ju binin burive në përmale në gjitha anë, tunele, në ura, në 4 anë. Tani i lamë që të amortizohen dhe të prishem, e tani në hanë prap fonde shumë të mëdhaja. Pa fol për këte, do t'ishte një normalitet që t'kishte kosto shumë atull, rikonstruksioni, rivitalizimi këtyre Hekurudhave, se sa më na marri kostot, mos na marri kostot e një Hekurudhe 3, dhe të përqendrohemi pastaj ke bushat Prishtinë. Po, e sfidë e madhe. Sepse ajo i duhet pjesës tjetër të kombit tonë. Për Kosovën është shumë, është pothuajse rëndësishme sa autostradë. Në aspektin e vizibilitetit, në aspektin ekonomik, patjetër ajo është më e rëndësishme, sepse i jep një shteti vlla aksesin totalisht me kostot ulta në portin e Durrësit, pra në import dhe eksport. Do ta quaja, jo shtet vlla, po do ta quaja pjesës e territorit shqiptar. Që e për rëndësi portit të Durrësit shton akoma rëndësi që ka në rajon. Çfarë do thot ajo? Në qoftë se ti shkarkon mallrat për destinacion Kosovën, në Durrës, në Shëngjin apo në Vlorë kudo, me Hekurudhë ti çon drejtëm Prishtinë, portin e thatë Prishtinës. Bizneset aty kanë magazina doganore dhe nuk i paguajnë taksat, po që se nuk e shesin mallin. Është shumë e rëndësishme. Ti pagun tarifat e tranzitit, gjithë shka, po ti nuk pagun të veshene, nuk pagun gjithë gjërat e tjera që ta rëndojnë jetën biznesit, rrinë aty, derisa ta marrish, pra rrinë dogan, dhe kur ta marrish pagun taksat doganore. Që është favori jashtëzakonshëm kjo për biznesit. Pra kosto e gjithë shka. Kosto e transportit me 20% e kostove produkteve përfundimtare vinë si pasojë, 15-20% vinë vetëm si pasojë transport. Një e pesta, praktikisht një e pesta. Do të thotë që nëse ne këtë ulim, do të thotë që kemi mallra me çmim shumë të leverdishëm. Dhe unë jam shumë dakord sepse pjesa e nëse Hekurudha që është në teori Tiranë për ta lidhur me kufirin Maqedonas, në vetvete nuk do sjellë asnjë gjë nëse ajo nuk kalon kufirin me Greqinë. Ajo me Maqedoninë nuk bën kurfar sensi financiar në qoftë se ne nuk e çojmë deri në fund. Pra, ajo do bëj kuptim ekonomik nëse, sepse njëjta histori është edhe me pjesën e Hekurudhës Tiranë-Durrës apo Tiranë-Rinas.
e para e duhet të ketë shpejtësinë e duhur që ti të shkosh për pak minuta. Se nëse ajo kalon për 22 minuta është. Nëse edhe 22 minuta 120 kilometra është në orë. Okej, një pjesë britje. Pra, që do të thotë, njerëzit do vazhdojnë të zgjedhin makinat, gomat që tham pak më përpara se sa të marrin trenin. Pra ai duhet të ketë shpejtësinë e duhur, komoditetin e duhur. Në Rinas është 7 minuta. Në 22 minuta është distanca Tiranë por duhet të presim që stacionet vinë në Tiranë. Sigurisht. Pra, kjo është thelbi. Harxhonin në 15 minuta tjera. Më falë, nuk e kuptova ku do lidhet me Greqinë. Përmes Strugës do të kaloj, do shkoj Korçë. Do të shkoj në Korçë patjetër dhe do të lidhet në pjesën e qytetit më të afërt që kanë kufi në pas Korçës. Igomenica, si quhet? Jo, është në ndjesës, më vjen emri në këtë momente, i pjesës kufirit. Pra, do punojmë drejtim Korçës, do vazhdojmë drejtim Korçës. Do të shkoj patjetër në Korçë. Do lidhemi në Strugë që të shkojmë. Jo, absolutisht, do të kaloj, do të vazhdoj me trashen. Follorina është në Follorinë, pra, do të kaloj në Pogradec, nga Pogradeci në Korçë, që nuk është në një, po themi, jashtëzakonshme, në aspektin kur flasim sot, dhe pasaj do të lidhet me Greqinë. Aty, ajo do filloj të bëj kuptim. Lidhja mes dy koridorëve, praktikisht se po flet për koridorin 8 dhe të 6 që është në jug në Greqi. Sepse marrëdhëniet, domethënë normalisht ajo nuk është se ka edhe vetë pjesa e segmentit brenda për brenda Maqedonisë, në aspektin e kurridor nuk është se ka pesh. Maqedonësit si ne lëvizin nëpërmjet transportit rrugor. Ndërkohë që po të lidhësh Durrësin me Selanikun me tren, apo të lidhës edhe në aspektin e njerëzve, edhe në aspektin komercial, edhe në aspektin e mallrave, dhe në lidhje me dy porteve të rëndësishme, është shumë dhe ajo e kthen në fizibël, ajo e kthen në shumë të vlefshme investimin. Se sa ky segment që ne po flasim. Por ajo që është më rëndësishme është, në vërtet, nuk është puna vetëm të themi kemi e kurudh, është puna që investimin ta bëjmë zgjuar, që do të thotë ne duhet të ketë shpejtësinë, duhet të ketë standardin e kësaj që ne po flasim, sepse futet në një kurudh në standard, ka disa kriteret caktuara të standardit, të peshës, të gjatësisë. Po nuk të jep edhe parat fondet Bashkimit Evropian nëse s'ke standardin e duhur. Eksakt. Pra, e njëjtën gjë është edhe logjika që po flasim tash për Tiranë-Durrës apo Tiranë-Rinas, që me të drejtë do themi, po e bëjmë, po hedhim para, po t'i hedhim në mënyrë të zgjuar që të bëhet e vlefshme dhe ne të fillojmë ta nisim dhe ta përdorim. Të gjitha këto u diskutuan pak a shumë edhe në debatet ose diskutimet e forumit ekonomik të sotëm. Ndërkohë, i lutem regjisë grafikun 6, neve kemi temë edhe NATO-n. Kemi renditur si redaksit disa përfitime që mendojmë nga përcaktimi i infrastrukturës kritike në kuptimin pozitiv, pra infrastrukturë të domosdoshme dhe shumë jetike për këtë aleancë, shtim të volumit të madrave dhe tranzitit rajonal për shkak të këtij përcaktimi, investime në infrastrukturë portuale, i përmendëm edhe në planet e korridorit 8, por duket sikur janë shtuar me këtë interes tashmë zyrtar të NATO-s, qoftë portuale, qoftë hekurudhore, i thamë edhe projektet, zhvillim të sektorit të shërbimeve logjistike dhe transportit, lehtësim të eksporteve drejt lindjes dhe Evropës qendrore, zhvillim industrisë turistike përmes aksesit më të lehtë rajonal, integrim më i madh ekonomik të vetë rajonit Ballkanit dhe më gjerë. Profesor Muço, në gjykimin tuaj, qëndrojnë të gjitha këto përfitime të drejtë për së drejta nga fakti që NATO i hodhi syt ke korridori 8 apo kjo për mua është infrastrukturë kritike? Po të kthemi pak mbas në kohë, kemi rastin tipik të TAP-it, të projektit TAP, dhe ideja ndërtimit ishte thjesht një heqje e varësisë të furnizimit të Europës, jo vetëm me gaz rus, kështu që në një farë mënyrë përdor një linjë alternative, edhe koridori 8 në një farë mënyrë këtë po kërkon të bëj. Pra, ideja e ndërtimit të infrastrukturave alternative që bëjnë Europën më të pavarur nga Rusia në rastin konkret dhe ndoshta koridori 8, edhe pse ka qenë gjithmonë në periudhën kështu një plan strategjik për zhvillimin afatgjat, u morë në konsiderata, po le të themi fillua intensifikimi i shikimit dhe ndërtimit të tij mbas fillimit të luftës në Ukrainë dhe duke parë dhe zhvillimet gjeopolitike që po ndodhin në nivel evropian. Kështu që në një farë mënyre kjo është aspekti i parë. Ne përfitojmë në aspektin e investimeve. Aspekti i dytë ka të bëjë me përfitimin
e reduktimit të distanca dhe rritjes së konkurrueshmërisë. Një ndërtim i hekurudhave që përmendim me të drejtë Ngenti që lidhja me Greqinë, çfarë nuk kupton që porti Durrësit në vetvete nuk bëhet vetëm port i rëndësishëm për Shqipërinë apo për Kosovën, po bëhet i rëndësishëm edhe për rajonin. Sot që ne po flasim, konkurrueshmëria është ndërmjet portit të Durrësit, atij të portit kryesor të Patrës, dhe ideja është që nëse ne do intensifikojmë apo do rrisim këtë, do bëjmë të mundur kalimin e mallrave në një kohë relativisht të shkurtër, do bëhet i mundur që Durrësi të marrë edhe më tepër rëndësi se sa Patra, që është një port relativisht shumë i rëndësishëm për Greqinë, por që dhe aty duhet të kemi parasysh investime se kujt i përket ky port për te aspektit gjeografik në të cilin ndërtuar. Aspekti turizmit. Minuta e fundit, lutem, po, është shumë i rëndësishëm, turizmi konsiderohet sektor strategjik i Shqipërisë, për te aspekti që në mënyrë direkte nuk se lidhet shumë me pjesën e hekurudhave, sepse presupozohet për fat të mirë kostot e transportit qoftë ajror apo toksor, për sa i përket turistëve janë relativisht të ulta, përsëri ajo që është strategjike për sa i përket hekurudhave nuk është transporti njerëzve, sepse vetë Shqipëria ka një kapacitet për turizëm rreth 15 milion. Sot që ne po flasim, i kemi arritur gati 12 milion dhe përdoret kryesisht aeroportet. Kështu që kam përshtypjen 11,6 milion pasagjerë do na ndihmoj në vetvete në pjesën e transportit hekurudhor, do na ndihmoj për turizëm në mënyrë indirekte që flitet për Shqipërinë, do të thënë diskutohet, kalon transporti për. Atëre, po marrim pak minuta më pushim për mesazhet publicitare, menjëherë do t'i kthemi pjesës së tretë të fundit të bisedës tonë sonte.